Teksa na ndajnë pak ditë nga 11 maj, SPAK ka zbarkuar në Elbasan me në fokus parandalimin e krimeve zgjedhore. Me Elbasanin që konsiderohet një nga pikat më të nxehta të këtyre zgjedhjeve, SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit kanë zhvilluar një takim me drejtuesit e institucioneve ligjzbatuese në qark, Prokuroria e Elbasanit, Drejtoria Vendore e Policisë, shefat e komisariateve dhe përfaqësues të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore ishin të pranishëm në diskutimet e zhvilluara për parandalimin e krimeve zgjedhore. Kjo është ndalesa e radhës në turin e SPAK, që po zhvillohet në qarqe të ndryshme të vendit, por ndalesa në Elbasan ka një simbolik të fortë për shkak të historikut të problematikave gjatë fushatave. Në këto ditë fushate, nga Elbasani kanë dalë kërcënime të hapura ku kandidati i Partisë Demokratike, Aurel Bylykbashi, kërcënon se ka të gjitha mundësitë të hap një konflikt edhe më të madh ndaj socialistëve se në vitin 2021, e cila përfundoi me vrasjen e mbështetësit të Partisë Socialiste Pierin Xhuvani. Deklarata kërcënuese e Bylykbashit ka mbështetjen e plotë të drejtuesit politik të Partisë Demokratike në Elbasan të Moralizoti, i cili po ashtu nga Elbasani deklaroi se do të hante të gjallë socialistët. Vet Berisha po nga Elbasani kërcënoi Suel Çelën kur bën fushat me kandidati Refisi Çapja. Të gjitha këto kërcënime duket se janë në lupën e prokurisë së posaçme SPAK.